që do të thotë është elementi barabartë në forcat të SBA-ve me Ajovën. Këtë dëshmoj edhe ligji për që autorizon buxhetin e mbrojtjes në SBA. Dikun në një vlerë prej 1 miliardi, 919 miliard, 1 trilioni. Kosova është pjesë e ligjit dhe sistemit të mbrojtjes së Shtetit Bashkuar të Amerikës. Që nënkupton se FSK-ja do të trajtohet nga SBA, sepse unë kam pas fatin të jem në rishikimin strategjik dhe në bërën e projektit për forcat armatosura. Dhe është bërë ekskluzivisht me asistencën teknike dhe profesionale të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Dhe është një koncept zhvillimor komplet i njëjtë me atë të zhvillimit të forcave amerikane, në këtë rast e kem Ajovën si shtetin adres. Dhe këtë nuk mund ta marrësh si një relaksim apo rehabilitim i këtyre marrëdhënieve me SBA. Ne jemi në masa sankcionuese të SBA-ve. Ndërprerja dialogu strategjik nënkupton ndërprerje çdo mbështetje ndaj Kosovës. Masat e Bashkimit Evropian thanë u relaksuan, u zbotën, u hoqën. Po, hoqën në atë pjesën që quhet buxhet dhe mbështetje të zhvillimit të atyre kapaciteteve që e përgatisin Kosovën për me qenë integrueshme në BE. Por nuk janë hequr ato pjesë masa që kanë bëjnë me çështjet politike, me dialogun dhe implementimin e detyrimeve nga marrëveshjet që ka arritur Kurti në vitin 23. Nuk janë më në pyetje marrëveshjet teknike. Ju lutem, marrëveshjet teknike janë gjitha këto veprime që i ka bërë ky gjatë këtij 4 vjeçari, 5 vjeçari. Do ura, do zyre për atë, zyre për këtë, që i ka mbyll, që janë të gjitha marrëveshjet teknike që Serbia do të detyrohet një ditë të zbatojë. Bashkia Ndërkombëtare ka durimin, e dim kur do ta lodhë Serbinë dhe do të pranojë çdo gjë për Kosovën. Jemi pa masat sankcionuese ekonomike, nafta, etj. Por, pse i bën këto veprime këta? I bën për t'ia lehtësuar Serbisë procesin e integrimit BE që ka pasur të bllokuar për shkak të mos zbatimit të marrëveshjeve teknike, që janë edhe në planin franko-gjerman, e në bazë marrëveshjes Ohrit, ju kanë hequr detyrimet për njëojë dhe ndryshim kushtetues në raport me Kosovën. Kanë ngel vetëm normalizimi që janë zbatimi marrëveshjeve teknike. Këtë jam mundësia Albin Kurti se ja realizoi këto marrëveshje, faktikisht duke i mbyllur këto zyre në mënyrën cila mënyrë ishte. Ishte mënyra e dhunshme, të cilën nuk e kishim në marrëveshje me aleatët. Dhe për çdo veprim dhe vendim ju e dini kanë reaguar dhe SBA edhe BE-t se nuk pajtohen. Një situatë kemi sot me çështjen e përjashtimit të listës, cilat janë konsekuencat. Pasoja. Po fuqizohet argumenti serb se ne duhet kemi autonomi plot territoriale sepse e shifni me kaq pak pushtet dhe fuqi kjo qeveri e Kosovës çfarë sjellje ka në raport me pakicat. E ju e dini fort mirë se në fakt konatisoj qelësi i shpalljes pavarësisë ka qenë statusi i pakicave në Kosovë, me theks kanë qenë të diskriminuar në aspektin pozitiv serbët. Dhe dy, në raport me aleatët, është krijuar një mosbesim i plot se shqiptarëve, në këtë rast qeverisë që mund ta udhëheqin shqiptarët, mund t'ju lihen duart e lira të vetë qeverisën brenda shtetit të tyre. Pra, ky person, kur po ta analizoni, në çdo segment tregon se çdo punë që e bën është në shërbim të rënimit nga brenda të shtetit Kosovës. Rënimit jo vetëm kushtetues, por edhe politik. Tani kemi edhe një moment të rëndësishëm politik dhe publik në botë. Afera Epstein. Dhe strukturat pa integritet që janë marrë me proceset politike. Nëse i kthehemi vitit 19, kur Lajçak dhe Borrell caktohen si persona ndërmjetësues në emër të Bashkimit Evropian Dialog. Ka qenë reagimi atëhershëm i presidentit Thaçi, atëherë ka qenë president, se Lajçak nuk përbën personin me vlerat e integritetit që duhet të ndërmjetësoj për shkaqet politike dhe qëndrimet kundër Kosovës në vazhdimsi. Pa paragjykuar se vjen nga një shtet që nuk e njeh pavarësinë e Kosovës, që e përkrah qenien në Kosovë pjesë Serbisë, por na po konsiderojmë se person që e dërgoi Bashkimi Evropian. Por mënyra stisjet brenda BE-s se si sillet një personalitet, dihen dhe gjithmonë është ai presioni. Po flasim në periudhën para vitit 22, kur presioni rus mbi Gjermaninë dhe Francën ka qenë tepër me ndikim. Dhe vjen një person që e kundërshton presidenti Thaçi. Ndërkohë që zoti Kurti që atëherë ishte vetëm ishin bajt zgjedhjet dhe ende së vijë rezultati, por shihej se do të ketë një përqindje e cila sjell qeverisje, u përzgjon nga Macron dhe Merkel në Francë dhe Gjermani, dhe u parafrua, u takua paraprakisht, ende pa ardhur, pa dalë rezultati zgjedhor, kush ka memorje politike dhe t'i kthehet kësaj skeme, u takua me Borrell dhe Lajçak
dha premtime të saktuar, doli kundër Rashim Thaçit se Kosova është pjesë në Evropë, ku ta dione, ne gjithë kemi ditë se Kosova ka qenë gjithmonë pjesë e Evropës, por gjithmonë e dimë se lirinë e saj dhe garantimin e ekzistencës jo vetëm Kosovës në rajon, por edhe shqiptarëve në përgjithësi e garanton Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që nga pavarësia e 12 deri në pavarësinë e Kosovës në 2008. Prandaj ky person me të vërtetë është brenda atyre dilemave që i shfaqi kur doli nga burgu, tha mos u fokusoni në lirimin tim, por në motivet e këtij lirimi, kushtet e këtij lirimi dhe pasojat e këtij lirimi. Të gjithë tregues sot, edhe ndërmjetësimi llajçak që unë besoj se rrjedhja tuaja e goditur si ndërmjetësues, edhe kur ka ndodhur Banjska Konferencë është skenar i katërshës që ulën në tavolinën e bisedimeve, bëre llajçak dhe ky Vučić edhe Kurti. Që të katër, asnjëri nuk e ka njohur dhe nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Dhe këta kanë vetë bisedojnë për të ardhmen e Kosovës. Atëherë kam godit, sot e godas, e ka godit presidenti, sot për reflekton se llajçak është njëri i konjunkturave dhe i strukturave që nuk e kanë pas Kosovën prioritet, por që e sollën në një ngërç dhe devarvuan nga një fazë që ishim all in one me njohje, domethënë përmbyllje të marrëveshjes me Serbinë, në presionin e administratës parë Trump, e kena sjellë sot në një situatë kur flitet për çështje teknike, jo shkolla, jo çadiun e ura, jo zyrja tjera, që janë çështje të brendshme të një Kosove e cila ka prioritet. Marrëveshjen finale dhe përmbylljen e raportit politik me Serbinë në kuptimin e përmbylljes së shtetësisë dhe 2 ratifikimin e kufirit. E ky person me gjitha këto veprime po sjell Kosovën në një pozicion të papërshtatshëm ku bashkia ndërkombëtare s'mundet më me bazë besim në qytetarët, në shqiptarët që janë shumicë në Kosovë për shkak të sjelljes së tij, e që nuk është e vërtetë se shqiptarët kanë ndonjë qendrim kundër qytetarëve serb që si kanë duar të lyme me gjak e që s'kanë qenë pjesë e strukturave të krimit, qofshin ata shqiptarë dhe të tjerë, por i trajton si qytetarë barabartë dhe që duhet ta shohin Kosovën si shtetin e tyre nëse dojnë ta pranojnë. Por ndërkaq, zoti Berisha, a është lista serbe viktime e një padrejtësie institucionale apo mund të jetë edhe pjesë e një loje politike më të madhe mes Prishtinës dhe Beogradit dhe kush përfiton realisht nga bllokimi i mandateve të deputetëve serb në kuvend? E para, gjithçka e kam thënë atëherë fatkeqësisht kur sulmuosha edhe në parlament edhe kudo, pse kam guximin me thonë me këtë gjuhë. Çdo veprim politik i Prishtinës është i harmonizuar me veprimet politike të Beogradit në emër të mbajtjes në pushtet të njëri tjetrit. E kam thënë në foltorën e kuvendit, po përsëris edhe sot, ardhja e tij në pushtet është e stisur nga çarçe që nuk e duan Kosovën shtet pavarur dhe sovran. E kam thënë dhe po përsëris se e ka sjell paraja e magnatëve, por rusën këtë rast përmes linjave të komunikimit në Stamboll. E kam thënë foltorën e kuvendit, është e demonstruar pse dikush po do të bëjë overlap kësaj pune dhe me hesh në Kosovë, është çështje e shërbimit. Unë kam kërkuar në foltorët e kuvendit dhe vazhdimsi e kam përsërit. Duhet hetim i FBI, një institucioni pavarur dhe të besueshëm amerikan, i tërë procesit politik dhe dokumentacionit që është prodhuar apo vendimeve që janë nxjerrë, sepse këtu kemë bëjmë me persona që punojnë në shërbim të strukturave që nuk e duan Kosovën shtet pavarur dhe sovran. E kam thënë dhe po përsëris, sot po punohet në rënimin e asaj që ishte projekt amerikan për pavarësimin e Kosovës dhe në kthimin e Kosovës brenda kornizave të një marrëveshje